4 dhjetor për njerëzit e vegjël të Perëndisë. Dhe ndodhi që në ato ditë u shpall një dekret nga ana e Qezar Augustit për të regjistruar gjithë botën. Ky regjistrim që i pari kur ky reni ishte qeveritar i Sirisë, dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin secili në qytetin e vet. Por edhe Jozefi doli nga qyteti Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Bethlehem, sepse ai ishte i shtëpisë të i fisit të Davidit, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e tij të premtuar, e cila qeshta zan. Luka 2:1-5. A i ke menduar ndonjëherë sa e mahnitshme është që Perëndia e caktoi më përpara që Mesia të lindte në Bethlehem, ashtu si na tregon profecia e Mikeas 5. Po fakti që ai caktoi gjërat në atë mënyrë që, kur të vinte koha, nëna e Mesias dhe babai i tij ligjor të mos jetonin në Bethlehem, por në Nazaret. Po një fakt tjetër që, për të përmbushur fjalën e tij dhe për t'i sjellë këta dy njerëz të panjohur, parëndësishëm dhe të vegjël në Bethlehem, atë Krishtlindje të parë, Perëndia vendosi në zemrën e Qezar Augustit që e gjithë perandëria romake të regjistrohej secili në qytetin e tij. Një dekret për të gjithë botën që dy njerëz të bëjnë 110 kilometra rrugë. A je ndjerë ndonjëherë si unë, i vogël dhe i parëndësishëm në një botë me 7 miliard njerëz, ku të gjitha lajmet janë vetëm për lëvizjet e mëdha politike, ekonomike dhe shoqërore, si dhe për njerëzit e jashtëzakonshëm, të famshëm për botën dhe me shumë pushtet e prestigj? Nëse je ndjerë kështu, mos u dekurajo dhe mos u mërzit. Në shkrimen nënkuptohet se të gjitha forcat gjigande politike dhe të gjithë komplekset e mëdha industriale, madje pa dijenin e tyre, po drejtohen prej Perëndisë, jo për hir të tyre, por për hir të njerëzve të thjeshtë të Perëndisë, Marisë së vogël dhe Jozefit të vogël, të cilët duhet të shkonin nga Nazareti në Betlehem. Perëndia vën në lëvizje një perandori të tërë për të përmbushur fjalën e tij dhe për të bekuar fëmijët e tij. Mos mendo që për shkak se po përjeton armiqësi në botën e vogël të përvojave të tua, dora e Zotit është shkurtuar. Me gjithë zemrën e tij, ai po kërkon shejtërinë tonë, jo begatin apo famën tonë. Dhe me këtë synim në mendje, ai e sundon gjithë botën. Ashtu si na thuhet e fjalët e urta 21:1, zemra e mbretit në duart e Zotit është si rrjedhat e ujit, e drejton kudo ai. Ai është një perëndi i madh për njerëz të vegjël, dhe ne kemi një arsye të madhe për t'u ngazëlluar, që edhe pa ditur ne, të gjithë mbretërit, presidentët, kancelarët dhe kryeministrat e botës ndjekin dekretet sovrane të Atit tonë në qiell, në mënyrë që ne, fëmijët e tij, të mund të përshtatemi me shëmbëllimin e birit të tij, Jezu Krishtit, dhe më pas të hymë në lavdinë e tij të përjetshme.